Miqtë e emisionit Fol, përshëndetje. Ju flas nga qendra e Cakranit. Në letra figuron fshat. Po këtu vetëm fshat nuk duket, sepse këtu është pastër dhe bukur zonë urbane. Shikoni sa bukur. Shumë mirë mund të ishte qytet. Ka 17.000 banor komuna e Cakranit. 17.000 banor. Dhe këtu gjithçka është e urbanizuar. Madje në rrugët e Cakranit nuk gjen vend as për parkim. Aq shumë njerëz jetojnë në këtë fshat qytet. Pse them fshat qytet? Sepse është komplet i urbanizuar. Ka marrë komplet pamjen e një qyteti. Për më tepër Cakrani ka dhe histori. Po pse po i them unë të gjitha këto? Për të kuptuar se në këtë zonë super të banuar për momentin në Shqipëri, sepse zona tjera, fshatra tjera ne kemi parë që po shpopullohen nga fillimi deri në fund, çuditërisht njerëzit vazhdojnë të punojnë dhe jetojnë. Po çfarë bën qeveria? Me një vendimarrje, gjendja civile nga Cakrani shkon në Levan. Një lëvizje absurde, duke qenë se janë me mira qytetarë që do duhet ta marrin shërbimin këtu. Vendimarrja e qeverisë është që mbyllet zyra këtu dhe shkon në Levan. Kjo ka irrituar banorët dhe ata dolën në protestë dhe ne pam protestën e tyre dhe erdhëm t'i pyesim çfarë po ndodh me Cakranin. Cakranin që i këndohet këngë për trimëri, për luftra, ka kontribut që nga shpalla e pavarësisë, ndoshta edhe më herët. Ndërkohë që sot po i hiqet shërbimi bazik i gjendjes civile. Banor, faleminderit që jeni me mua sot. Ne erdhëm sepse ju pam protest. Dhe duam të mësojmë nga erdhi kjo vendimarrje si rrufenj qiell të hapur. Kush do ta filloj? Si quajnë, zotri? Pazait Llana. Mbaj pak afër. Pazait Llana. Sa vjeç je? Banor i Cakranit, 63 vjeç. Tani, Cakrani është fshata qytet, mos e mua më duket qytet këtu. Po Cakrani është qytet për qenë. Po qeveria, këta, se këtu është një gjë, dhe i ka kushëri tret po qenë punë, po fole kundra qeverisë ta heqën puna. Po mirë, ju nuk po flisin kundër qeverisë, ju po kërkoni një të drejtë. Po ne kërkojmë të drejtë. Po pse duhet këta njerëz që nuk dalin këtu, po të shikojnë në televizor, nëpër media, deri te kushtetretja heqën puna. Dhe këtu njerëzve pa bukë vëlla. Për 300.000 lekë vetëm punaj. Se pra po thuaj që njerëzit që s'po na vinë na bashkojnë kanë frikë? Ka frikë, më keq se në Veroxha. Po pse më bap këtu kesh frikë? Më heqën puna, po presin bukën, po heqën pensionin. Ju ça frikë kanë? Kur e morët vesh që do t'u heqin gjendjen civile? Po na erdhi shumë keq. Po kur e morët vesh? Sa ditë ka? Po jam me 3 ditë para se të bësh protestë parë, morën vesh që gjendja civile. Ju pyeti njeri që do ta heqim? Jo, fare. Fare. Asnjë dëgjes publike? Asnjë dëgjes publike, asnjë informacion tjetër, as nga gazeta, as nga gjë. Po kryetari i komunës ose i kryetari i njësisë? Tu janë vetëm sa me rrogën. Morën rrogën e futin xhep, i ikës do ta dinë më. Kryetari doli në protestë me ju? Turpi, jo, mori asnjë, ja, ka 30 veta ishin tu. Turpi më i madh do na ngelet brez mbas brezi na fëmijë tanë, na nifrit do na vit turp, do thosh, por nuk ish një burr të thosh më e luani gjë këtu. Do na vit turp na vetja. Po a pyetet në turp të kenë ta që vinë këtu ta kërkojnë të drejtë. E kuptoj. A pyetet në bashki pse hoqet? E kishte atë është 1908-s, vën lidhja Cakra thotë. Levani në 6 jetën e shkruar si fshat. Dhe po të vinin në Levan, të pyesin një, ti thoni nga e ke prej ardhjen, dhe qa viti ka ardhur Levan, dhe çfarë do të thotë. 60 vjet ka mori. Tu ka 2000 vjet histori, Burzeza, Qyteza, Cakrani. Ka dhe kontribute në krijimin e qeverisë. Turpi madh për neve që të iki gjithë këtu. Shumë bukur, këtë pjesë e kuptova. A pyetet pse morën këtë veprim? Po nuk e di. Në bashki, a shkuat e trokitet? Jo, kush të pyet më në bashki, kush? Nuk dhe do tute tek kjo qendra administrative. Nuk të pret njeri. Fare, e ka vendosur qeveria. Përshëndetje, si jeni mirë?
Jam punxhe, jemi punxhe. Jemi punxhe. Se qil ka ai që e mëson, unë nuk e di, se të vi një bar thot unë të shkatroj të Mos sakrani. ofendoj mas një, të lutem, mos ofendoj njeri se nuk i kemi këtu edhe aq më tepër ofendimi mbetet ofendim. Është turp për neve dhe gjithë ta njerëz që gjendja civile dhe çdo shërbim tjetër të ikin nga sakrani. E dhimbshme. E dhimbshme. Jemi edhe para sa kohë ky. Po, ja. Edhe para sa kohë aty në televizor. Po. Komuna më e madhe në Republikën e Shqipërisë dhe si gjithë Ballkanit është Sakrani. Dhe pas Kush e tha këtë? aty në televizor jo, nuk Po. se jam as politikan Po, as historian. po. Tani kur ky thot kështu, ti kërkon ta priqesh këtë komunë, kërkon ti heq ta marrësh të ato 80 vjeçarit ta shpesh në Levan. Kush është ky shtet? Si su vjen ende turp? Për çfarë e prish? Para do 1 milion lekë jep atyre apo 500, se di? Po sa punëtor punonin aty? Po Dy çfarë po them? punëtor. Po Po ata dy po them punëtor unë. po kursejnë, dy Ata po punëtor. them unë, sa Po kurse. ka gjë tjetër. Pastaj çelësat jepën për mbajtje unë gjet tutën. gjithë- Jo ditu kur do ky, kur ditu ai atje. Të gjithë qytetarët ore janë emigrimer. Këtu ka lënë familjet, kush ka lënë gruan, fëmijët. Edhe i thot burri na Italia apo na Gjermania më duhet një certifikat. Do ngrihet gruaja të vetë marrë certifikat në leva, Pa ne? ishte 80 vjeçari. Se këtu vetë e merr ai këtu. E dërgon atë Po me një vogël. Elbenën, dini ta përdorni Po u kush di Elben? mëre? Tajnë djale. Po ti unë ja telefoni. Telefoni. Telefoni po s'di. Ja ta shoh kryeministri Ja, sepse ja. thot digitalizimi. O zotin ja. Po be me këta e marrën atë. Fal një transformimi epokal që kemi bërë përmes kalimit të shërbimeve, për cilat deri dje duheshin mbajtur radha në shi dhe në diell, dhe i binte që të paguaje një bakshish edhe për të marrë një certifikat të gjendjes civile në xhepin ton, aty ku kemi telefonin celular. Faktikisht ka bërë të mundur që ne të jemi një nga vendet avangard në drejtim të shërbimeve online. Në qoftë se ti do një certifikat personale, martësore, do të vesh të gjendje civile vëlla. Ta marrësh, nuk e merr dot e Albania. E kuptoj. Do bëj lidhje me ata, i japi okej ai pa të marrë certifikatën. Tani nga këtu e në Levan sa kilometra është? Është 20 kilometra. 20. E për të ardhur 40, do me Po thënë? 40, po do taksi të vesh atje. Se s'ka makinë, mu s'ka makinë. Jam na Gorishova do 3000 lekë dhe 580 vjet në Levan. 3500. 30 vjet. Juve ju kanë lënë dhe pa rrugë fare atje se kërkoni të rrugë Edhe aty. ujë s'kemi, jo. Po e di se kam qenë në Gorishov. Për ujë e këto nuk bëhet llafi, po mos na heqin këto. Si nuk bëhet as Ore unë s'keni? bukën ai hoqin. Ta po na marrin edhe ajrin, mos fitin tamam, mos ngopin. Se po la fos fotun, e qa bën mika? Kriminalitet. Ka për popullit të prishin të shojnë Levan. Po ta shojnë zonën sa kanë fare. Se kjo ka nisu këta. Po jeni 13 shatra më pa. Po jemi 13, po kemi qenë 27000 frym. Këtu janë 13500 votues që këtu nxjerrin një deputet. Në Cakra. Në Cakra. Dhe po e lëm pa Dhe gjendje këtu- civile, ë? Dhe e lëm pa gjendje civile. Janë 13 Po, më shumë se një deputet, se deputet kanë nxjerr 13.500 votues. 13.500 votues. 1.2, 1.2. Qa të themi tjetër dhe po? Faleminderit. Faleminderit. Qa të themi? Faleminderit. Thuaja kryeministrit çfarë do i thoje po ta kishe përballë. Kaq afër sa unë. Çfarë do i thoje me dy Po, fjalë? kryeministër, na lera hatet punë tot, ushqemi këtu. S'po të kërkojmë as lek nga nafta, as nga minierat. Ore të ushqemi vetë tuë. Mos na qonë levën, hatë keqët, bëjmë rigjatë madhe. Baj 100 vjetë, 200 vjetë për shtetin, vetëm levën më na qonë. Faleminderit. 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 Si të quajnë? Vladimir Korçari. Ke qenë dhe Kam qenë kryetar i komunës Kryetar Sakra. komune. Kryetar, më falë. Kryetar i komunës Sakra 2 mandate do.
Tani ta fillojmë 2007 mbar. Pse në kohën tënde nuk e kërkuar që të bëhet qytet valla? Sepse unë si qytetar nga Tirana shoh një zonë urbane të lezetshme që mund bëhet dhe më mirë, po që ka elemente të E ka falur Zoti, e ka bërë shumë të bukur. edhe me fshatra shumë prodhues, me Edhe me ullim. fshatra shumë të Jam edhe kë- me fush, edhe me mal, edhe me lum, edhe me një qerekore Me atë pjesë me malit mos e thuj më se erdhi paketa maleve. Që në fakt kur Zeza këtu duhet të jetë pjesë e paketës maleve se është qendër i lirë, ka 2400 vjeçar. Dini gjë ju? I ka dalë ka emri? rrugë për të shkuar në një farë mënyrë atje. E kuptoj. Po Ja. Levani nuk i ka një gjë të tillë, po Cakani është qendër që ka qenë historikisht. Okej, të vazhdoj me kryetarin fal. Kryetar. Më vjen mirë për pyetja që më bëre dhe doja të shpjegoja që nuk ka qenë kërkesë e nevojshme asaj kohe që Cakani të bëhesh bashki. Me qenien komunë, ishte komunë e kategorisë parë dhe përfitonte më shumë se sa një komunë e kategorisë tretë. Hapse i ndashim me kategoria Po, me dhe kategori. Dhe komuna Cakani ka qenë komunë e kategorisë parë. I plotësonte të gjitha kriteret për komunë të kategorisë parë. Dhe kështu që të gjitha fondet, edhe grandet që çelte qeveria, edhe numri administratës ishte më i lartë se sa një bashki e kategorisë tretë. E kuptoj. Dhe tjetra qeveritë që kanë kaluar nuk kanë patur ndonjë si të thuash orientim për të bërë Cakani bashki ose dikush tjetër. Jo, e di pse ta bëj Po- pyetjen sepse u bë Dimali. Pra Dimali, Ura vajgurore. u Po. bë, ishte qytet, u bë qytet. Prandaj në këtë Po aspekt. nuk kemi patur në kohë që kam qenë unë, domethënë nuk ka patur një kërkesë nga qeveria ose ndonjë lloj shtytje. E kuptoj. I nxitjet nga dikush tjetër që ta bënim këtë. Por unë me gjej rastin të bëj një thirrje Cakranjotëve. Po, ja ndej nga kamera. Gjej rastin të bëj një thirrje të gjithë burrave të ndershëm Cakranjot, gjithë burrave patriotë Cakranjot, të gjithë kryetarët shoqatës adhetare kulturore të Cakrani, kryetarët veteranëve të Cakranit, kryetarët familjes dëshmorëve, sepse dëshmorët, edhe gjithë to që kujtova unë, edhe kryetarët Partisë Socialiste të Cakranit, edhe kryetarët Partisë Demokratike të Cakranit, të gjithë strukturave vendore, edhe të gjithë organizatave që jetojnë dhe drejtojnë në Cakran, t'i drejtojnë qeverisë, jo me kundërshtime dhe me luftë, po me bindje, me fjalë bindse, pse ne duhet të jemi bashki, pse ne duhet të kemi gjendje civile, pse ne duhet të kemi zyrë taksas, pse ne duhet të rrim në Cakran dhe mos të transferohemi në Levan. Dhe po ta diskutosh edhe nga kriteret, nuk diskutohet edhe nga origjina dhe nga kriteret që kemi sot, ne jemi më lart nga Levani, i plotësojmë të gjitha kriteret për të qenë bashki, për të patë gjendje civile. Qofse qeveria do të reduktoj gjendje civile, le t'i reduktoj. Do të punojnë 2 punojës në gjendje civile e Levan, njëri të punojnë në Cakran dhe të rritë gjendje civile në Cakran. Këta heqe janë 2 sot, të iki njëri. S'ka asgjë të keqe, gjithë kemi nga punane. Po jo të transferohet gjithë Cakrani të shkojnë Levan. E të bëhet origjina si shta Pazaidi. E stërgjyshve tanë që kanë lindur 1908, e më përpara kur ka patë gjendje civile, ose 1908, që është hapur shkolla e parë shqipe në Cakran. Kur është hapur 1908? 1908 në Mallakastër. Është hapur këtu. Po, e kanë hapur belerët. E ka hapur Haredin Bej Cakran. Kurse Levani si shtatë Pazaidi që e shkruan në 60-ta, kur e shkruan si kështu. Dhe është heterogjen. Të shkojmë ne në Levan është ofesë për të gjithë këto që fola unë. Vetëm i ndinjohem si patrioti këtu, jo as i isha s'kam as lloj interesi, i kam mbyllur të gjitha hesabet i kam mbyllur, po i ndinjohem si Cakranjot. E ndjej dhe mësurinë që pse të shkojnë njerëz e mirë në Levan. Kur ka qenë Cakrani s'ka qenë Fieri. Prefektura e Beratit. Simbas tenjes në Itan Cekës, edhe historisë, 4 ditë para se të shpallej flamuri në Vlorë, të shpallej pavarësia në Vlorë, u vendos që flamuri të ngrihen në Cakran. Sepse e qeren Bej Vlora nuk donte që Ismail Qemali, nipi i tij, të shkonte në Vlorë të ngrihen flamuri, kishte frikë. Edhe burrat e Cakranit asaj kohe, jo belerët, po burrat e Cakranit, ranë dakord që flamuri të ngrihen në Cakran, dhe pavarësia të bëhen në Cakran. Më thuaj ti një histori që ka Levani. Ne po humbëm historinë, kemi humbur dinjitetin, kemi humbur gjuhën, kemi humbur komin, kemi humbur racën sojnë.
Ore çfarë shihet mbrapa kësaj, sepse sa lek marrin ta dy punonjës të Po qa marrin 600.000 lekë në muaj? 600.000 dhe 600.000, 1.200.000. Pra po kurse 1.200.000 dhe po lihen 17.000 njerëz pa shërbim? Nuk dua, edhe njëherë nuk dua të flas shumë, po do të Jo, kjo është logjika? Meqense do të them diçka në këtë lloj drejtimi. Cakani përbëhet me 13 fshatra. Një nga fshatrat që ka patur më shumë popullsi ka qenë Gorishova, me 2.000 banor. Po. Sot në Gorishov fatkeqësisht nuk ka shkollë nëntëvjeçare. Nuk ka shkollë nëntëvjeçare. Një fshat me 2.000 banor nuk ka shkollë nëntëvjeçare. Është drejt mbylljes. Dhe këtë na lë të kuptojmë që siç në Gorishova, sot shkon Cakrani Levan dhe Levani mund të shkojë pas 10 vjetësh në Fier, shuhet edhe Cakrani. Nuk ka më emër Cakran. Nuk ka më emër Cakran. Çfarë po shuajnë Mallakastrën pak nga pak, apo? Këta po shkojnë Shqipërinë më miku im. Di e kuptoj. Po pra pjesë e Mallakastrës. Kanë Meladin Popovicin 41 atij dhe thot Bjeri Kocixhoxhës. Ja në fund fare vranë me Meçeun. Ja kështu po e bën këta, po heqin Gorishovën, po heqin Cakranin, ne kur ta kuptojmë, kur të vemi në moshën 80 vjeç që të shkojmë Lema të marrim një çum për dorë të na marrë certifikatën. Edhe jeni goxha banor më Respekte për ju dhe për televizionin. Faleminderit. Edhe ato që fola edhe njëherë po i përmend gjithë drejtuesit vendor të Cakranit. Çdo lloj kategori qofshin të marrin peticion. Një peticion për ta kuptuar, sepse njerëzit do firmosin në fund ditës. Respekte dhe faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Po. Shumë e thjeshtë. Të pyetet sa dëshmor janë në Cakran. Sa dëshmor? Janë 140 dëshmor. Dhe nëse Levani ka një dëshmor, se ata në 60 janë krijuar si fshat. Po. Dhe lufta është bërë në 43-44. Po. Ata s'kan asnjë. 140 dëshmor të Cakranit janë kohë. Faleminderit. Në fakt, largimi i gjendjes civile nga Cakrani për të shkuar në Levan është pjesë, domethënë ne morëm vesh nga vendimi i kryeministrit, i cila është ristruktimi i bashkive në shkallë kombëtare. Pra nuk është vetëm Cakrani. Jo. Të tjerët se kanë marrë vesh akoma. Komunat të tjera. Një informacion më të gjerë mbi përse ndodhi kjo. Ka dalë një vendim i Këshillit Ministrave, i cili thotë që nga 141 bashki në shkallë republike, komuna, 141 të zyra të gjendjes civile në shkallë republike. Janë rreth 364 punonjës. Tashi këto nga 141 do grumbullohen pranë qendrave më kryesore, pranë bashkive dhe punonjësit që do dalin jashtë që do paguhen me asistencë, pra që do lirohen të dalin nga, sepse duke u grumbulluar do kemi dhe shkurtim punonjësve. Tani Cakrani i ka rënë se Fieri ka 4 rajone, i ka quar me rajonin 4 i cili merr Levanin dhe gjendja civile e Cakranit do kalojë në Levan. Pra është nga ana historike, pasi si duket kryeministri edhe qeveria e ka parë në aspektin administrativ, por jo historik, sepse po pse në aspektin administrativ, këto qendra, këto institucione, a janë në shërbim popullit? Qa kuptimi ka të largojmë shërbimin nga populli? Se këtë nuk po e kuptoj. Pikërisht edhe këtë duam të dim edhe ne, sepse nuk e dim përse është bërë për shkak të largimit të popullsisë, që nuk plotson kushtet për të qenë një zyrë apo gjendje civile, apo për shkak të lobinjeve politike. Cakrani aktualisht edhe me sistemin e ri që kishim ne të zgjedhjeve të 2025-s nuk ka një deputet që ta njohë vështirë që të vitë të qash ardhur të shkosh ta takosh dhe të flasësh me deputet. Ju ka lënë kështu zbuluar. Pra nuk dakord, si deputet Klevis Jaha, Klevis i Mallakastrës. Gjithsesi janë deputet të listave, jo deputet të zonës. Pra ju nuk i njihni, nuk kanë ardhur ndonjëherë. E njohin sepse kanë qenë para zgjedhjeve, po aktualisht unë po ju nëse më lejon mund të zgjeron pak për te problemi, sepse largimi i gjendjes civile ishte ajo si themi ne pika ujit që u derdh goda. Pra ishte problemi i fundit i piramidës. Pra ka probleme tjera? Po, juve personalisht keni bërë vjet një dokumentar për Gorishovën. Po, njësoj si ju. Një lloj. Unë jam nga Gorishova. Kam ikur që nga klasa e 8 dhe shkollën e mesme të lartë kam bërë Tiranë dhe kam 30 vjet në emigracion. Sa herë që vi në vendlindjen time e gjej gjithmonë më keq. Në kohën kur kam mbaruar 8 vjeçare, Gorishova ka qenë me 3 klasa paralele. Siç e tha dhe ish kryetari i komunës zoti Korçari, ishte rreth 2500 banor. Sot shkolla e Gorishovës
është gati për të mbyllur, janë 2-3 klasa, të cilat kalojnë në Vreshtas ose do vinë në Cakran. Pra kemi një shpopullim të jashtëzakonshëm, sidomos për Gorishov. Ju jeni fshati të madhit Luftar Paja. Luftar Pajës që ka aktoriton të madh. Po aktorin ta kishim këtu, më që na mbështeste. Shiko, kjo është një kohë aq e shkurtër sa edhe vetë njerëzit nuk e kanë marrë vesh të gjithë, vetëm nga mediat e kanë marrë që do ikë gjendja civile dhe këto, dhe nuk e din të gjithë pothuajse për momentin. Po gjithsesi shpresojmë që me kalimin e ditëve tani të grumbullohen më shumë njerëz dhe të bëjmë ndoshta ndodhe një pozicion që Cakrani të ngelet tu, sepse për arsye historike Neritan Ceka, një nga arkeologët tanë më të mirë, ka bërë dhe kërkime tek Gurzeza dhe është një qendër i lire 2400 vjeçare. 2400 vjeçare. Po, dhe ka qenë qytet dhe historikisht Cakrani qytet. Tani të heqësh këtë histori të zonës, pra edhe ta çosh diku në një vend tjetër që është krijuar mbas sistemit, mbas vitit 1945, është papranueshme në aspektin historik. Pra këtu po cënohet edhe historia. Në fakt, në paketën e maleve, Gurzeza duhet të jetë prioritet, sepse duhet të ketë rrugë nga autostrada të kalojë direkt atje që të bëhet edhe për turizëm. Apo do bëhet për turizëm, mos bëhet për panele. Ky është halli i madh sepse në gjitha anët ku po shkojnë, po shohim që po merren toka, tash quhetura shtete, po kthehen për panele. Po, një problem 400 vjeçare. Po duhet bën investime, jo të hiqet fshat në 1 nga 100 fshatra. 1 nga 100 Shiko, fshatra. po me që doli dhe problemi 100 fshatrave. Cakrani ka qenë në projektin e qeverisë për të 100 fshatrave. Po, edhe është bërë. Ka qenë ajo lista e famshme. Dhe në 2016, në qoftë se do klikoni edhe në YouTube të Bashkia, ka një projekt në 3D për të parë qendrën e Cakranit. Nëse do shikoni projektin 3D, me projektin aktual ka një devijim të jashtëzakonshëm. Për këtë bulevardin që po shohim? Nuk jam kundër, duam bulevardin këtu. Ose bulevardin. Po ku është problemi? Ku është problemi? Bulevardi këtu ose pedonali që themi në shkurt këtu, thjesht ka bllokuar qarkullimin. Ju që vini nga Fieri dhe nga Kreshpani, po, është si puna e hingës, si grumbulloni tërë këtu për të ardhur tek zyra e gjendjes civile dhe tek farmacia për të marrë ilaçe. Po edhe tek spitali. Tek spitali, po tek qendra shëndetësore. Qendra shëndetësore. Gorishova, Vreshtas dhe gjysma e Cakranit Korçeraj vin po ashtu, pra si hingë dhe grumbullohen këtu dhe para spitalit dhe farmacisë pothuajse për ditë ka një bllokim të trafikut Kaos. S'ke ku të lësh makinën. Kam rastisur sa herë dhe këta janë se jetojnë pothuajse për ditë këtu të gjithë shumica. Nuk del dot ambulanca për të shkuar diku në një urgjencë, se janë 13 fshatra. Është Buzmadhi, është Varibopi, është Ambari, është Selishtas, Gorishova, Vreshtas, Kreshpani. Pra nuk del. Pra rrezikohet edhe një jetë. E para dyta, problemi kam bërë të një orë para disa kohësh para vitit 3 problemin e zonës Cakranit këtu. Mirë që u bë pedonale, problemi që nuk ka rrugë alternative. Pra që në qoftë se Gorishova dhe Vreshta vinë atje, nga rruga lart do të kishte një rrugë që të dilte për në Fier. Do të kishte një bypass. Bypass, jo vetëm nga sipër, po të shkon direkt, po edhe këtej nga Gorishova mund të dalësh direkt këtu tek në këtu dhe dalësh në autostradë, pra nuk është bërë. Dhe kjo i janë dhe të papërgjeshëm disa dhe parkojnë aty. Miqta dhe ne i njohim. Po ata s'kan ku ta fusin makinën në xhep se fut dot, po se s'keni as vend parkimi. Nuk ka as vend parkimi që mund të bëhesh ke stadiumi është. Nuk ka rreth rrotullimin. Pedonalen duhet të bësh rreth rrotullimit një. Po pra. Që populli të ndjente një Fillimisht problemi fillon nga zgjidhja nga qendra, pastaj hapet në periferi. Ktu është bllokuar qendra dhe gjithë periferia vjen këtu. Edhe ngecin, as andej këtu nuk ka kalim, kjo është vetëm për këmbësor, ëh? Unë i thash personalisht tyre të policisë rrugore sepse erdhën dhe këtu dhe i thash që aktualisht me që nuk zgjidhet problemi e thjeshtë është që para qendrës spitalit të vihet një kamër dhe një përballë matan dhe të lidhet me sallën operative në Fier dhe mos të parkojë njerëz, se ata vinë një herë apo 2 herë në 3 ditë, bën sa gjoba dhe ikin. Nisë edhe ajo është një zgjidhje momentale. Është një zgjidhje momentale sepse ai që do vi te qendra shëndetësore mund të ketë një invalid në atje dhe i bie që ta ndaloj larg. Ta ndaloj atje. Një sekondë në lidhje me shëndetëtoren. Po. E ngriti shumë mirë Andrea, do të thosha diçka funksionimi i kësaj shëndetëtore. Është kënaqësi që çdo vend të Shqipërisë të ketë shëndetëtore, të ketë qytetërim. Kënaqësia e zakonshme. Jo që duket bukur, shumë bukur. Kënaqësia e zakonshme, por ka një gjë që nuk shkon fare. Që është planifikuar që në 13 fshatrat e Cakranit të vinë njerëzit të bëjnë pazar, të rrinë, të qetësohen dhe të vish nga Gorishova 7 kilometra, nga Tojkani,
8 kilometra, nga Kreshpani 7 kilometra, të vishë në Sakran. Dhe më fal. Dhe të vishë në Sakran, familjarisht, për qëllimin e kësej, qëllimi i kësej, për të realizuar qëllimi i kësej, do vitë qetësohet, do bleja, do shu, nuk ka ku lërë mjetin. Do të lërë mjetin o 1 kilometr larg ose nuk e ku lërë mjetin, përfundimisht. Kështu që duke bërë shëritore dhe mos llogaritës se ku të rrim mjeti, parkohet mjeti, kjo del jashtë funksioni. E kuptoj. Jashtë funksioni. Me që juve keni trajtuar vjetë rrugën nga Gorishova te Proj, që del lagja për drejt. Bega që i themi neve atje, dhe del në Selisht, që lidhet me autostradën. Te Dautë? Dautaj, te lagja Dautaj. Se ka ti kam mbledhur njerëzit. Dautaj, unë kam parë 2 kilometra gjysmë. Edhe ka nën Moçala ata. Është për të mirën e Terkomit, sepse vjen nga Greqia tjetri. Vjen direkt, po. Vjen direkt dhe kanon. Kurse kështu di bjeri. Po, një minutë, të lutem, të lutem. Ora ata kanë edhe probleme se s'din ku të çojnë të vdekurin e mbajnë aty edhe ngecin në balë. Po. Të flasin edhe të tjerë, pra janë. Them edhe unë dy fjalë. Po. Ja mori ande, po, të flasit e ai pas të flasin pra. Faleminderit. O babe. Jo, pa merak. Andi nga kamera. Neve që mlidhemi këtu, emi mbledhur jo se duam s'kemi qa bëjmë. Jo, dhe unë kam ardhur se ju pash në hall. Ta nis unë se jam 82. Edhe 100 bab. Jetë e shëndet. 24 lindi e shporri armikun. Po. Ashtu. Edhe kjo zonë këtu të mos sa mburrin, po ka dhena të saj. E zona me mirë, zona me madhe. Edhe të zemë që në kone burrave të parë, edhe Beratin e kishkej. Edhe Beratin e dëgjonte këtu. Lere pas e pashe këteje, Lora, me këta benim neve. Nuk benim me Levan. Levan më fali për gomarësh. Për të shitur, për të berë pazar. Për të berë pazarësh. Edhe në Verhoxha që e që një ta kam të keq, i vuri emri Skënderbeu, kooperativa me madhe në zonë. Këtu. Po sot? Sot kërkojnë se është që punë, nuk të do njeri mi vete sot. Duan kështu. Po kush që do të keqen më babë? Të keqen, këtu për mua të thash, si në basë e taj nuk në takon të flasë. Edhe për ujtë e pishëm, unë jam socialist, nejse, moj nga. Edhe Edi Rama për kanalin e prishja autostrada, mirë, leta prishte. Qa tha i po më habisi, tha. Ujtë tha i, u pre kanali që atere. Ska uj me. Qa ka? Ka që po një me Levani. Edhe pak, mos ta shumë këto frakua lartë. Edhe zjen ujtë e kjo? Jo, s'ka uj këto. Këto të vitë uj të, jo i pishëm. Tu s'ka uj për të pirë zotri. S'ka për pirë? Për vaditje. Ore për të pirë, a ke as ke? Për të pirë, ti po zemë të keqen. Për të pirë, ti po e gjeju? Ha? Mirë babë, se a kalon? Lerujt e vaditje të përdojnë. A kishit ujë në kotën verit? Plot kishim. Po pse ku i ujë, ku se Edhe mori? të kishim, a i për ujë. Ku se mori? E mori sa një peri. Ne po mojmë, e ti pse e Të dy, kujtoj. E ti pse e kujtoj. Ja këta njerës, kur do në letoj. Qa është kjo më babë? Letoj. Nuk e lexoj do të gjithën vlla. A, kjo është Eramis Katovica e 89-ës. Pleniumi i fshet. Ajo vazhdo sot. Pleniumi 10. Mos gabom, i 10 i ka qenë, ë? Pleniumi 10. Do të aja punë. Po, do flasim, Po ba. e kujtoj, Po, ja, do kaloj direkt me atë do nis. që po mua të shi leri lafët. Jo, babe, më falë, E do kërkoj më të ndjes. gjojq mua si të gjojq. Po. Po e kujtoj, kishte të mbeta plot. Po vojnë për më mirë, jo më keq. A i deri këtu e përvoj. Hidhja poshtë, qa të keq e kishte, ta kord janë. Dhe më mirë, ta kente më afër,
jam i moshur, nesër, më kej do jem pa kema, pa syja, pa, të vetëm në Levan, qa është që Levan, qa Levan? Pa kemi ne jemi për një rrethë, ne jemi për kryqë, ta ngrej Tiranën ta bjeri këtu ta bjeri, ashtu jemi ne shtrojmë me grunë, me misë këto vende. O bab, rrim të shërbimi, ti të shkosh në Levan, sa duhet paguash, mo bab? Ore mu svete do të qarë, pas para Sepse nesër po ti iki, ti do duhet që të paguash furgonin, do më marri që vlaji, do më qoj hajde këtu. Poj se paguj do. Të vete Levan, kam 20.000 leka. do të ri. Me një lath, Janë ato që me një lath, për ma kjo, që Po, thashtë u, Katovica. Katovica, fjallë të shumëta janë fukara lek. se ka të... Ne dhe nuk luajnë që këtea. 35 vjetë një pikuj. Ska një pikuj, Po t'ja ja dhe të kumë dalë që të thonë. Të gjithë halleve dhe shqetësimeve që gjithë zona, po veçarisht Cakrani ka pasur, po thuaj se i kemi vënë në rrugën e zgjidhjes. Në qoftë se ne do të vazhdojmë të kemi qeverinë tonë, të kemi Partinë Socialiste, të kemi Edi Ramën kryeministër, sigurisht ajo dera atje është e hapur për të gjithë ne. Është e hapur për të vazhduar investimet, për të vazhduar projektet dhe për të ecur përpara drejt gjithë atyre objektivave që kemi. me një lath, ne dhe duam këtu edhe po të ketë mundësi. Mos ma thuaj mua, thuaj a kamerës atje drejt për drejt kërëministrit. Vunë për në kamerë, unë duam... Jo, thuaj ati, direkt drejtu ju ati. Fundja të vija i që e beri këtu qortë, të vi këtu, e të na imbush medjen, qështek, edhe do pjotur populli, jo të pjotet qeveria. Qa poshti, do na hedhi dret në jetë, na bysi. Kaq. Faleminderit. Nuk u zgjidh të vi këtu ai që e beri këtu. Qa do bëni po nuk u zgjidh? Qa do bëni ju si banor? Vetë vendosja ngrijem kamu. Vetë vendosja? Po, nuk duhem, asë një kërë. Edhe pensionim që ja punë, që një kam në gropën një për jashta, vetë e thjerë. Me ikin mua zotë, unë shkas atje. Nuk duhet. Spitalin e berjen në Hoxha i Latër. Ka bërë mire. Gjera, ca gjera, i ka bërë mire. Se mos u ecë edhe spitalin, morba. Po, qas bëna i po gjeti kështu budalin. Po nuk besoj gjej. E qartë. Do këthemi me një herë të Tu e la shumë dhe ta qoj tjetër. Faleminderit, bab. Faleminderit. Të nderuar miq, vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Kemi shumë banor në Cakran. Po hiqet gjendja civile nga një fshat, Gjoja fshat, sepse këtu është qytet. Vetëm emrin ka fshat. Pra fshat figuron në letër, po të shikoni pamje që ju do t'u servir, është një qytet. Pra miq, me njëherë mbas publicitetit. Rikthehemi miq, kemi parë banorët e Cakranit para 3 ditësh në protest. Kjo protest na solli këtu për të kuptuar çfarë po ndodh me këtë qytet, sepse fshat nuk mund ta quajmë dot, edhe pse qeveria vazhdon ta klasifikojë në letra fshat. Këtu nuk ka gjurmë fshati, këtu është qytet Mirëfilli. Po çfarë po ndodh? Banorëve të Cakranit dhe komunës Cakranit po i hiqet gjendja civile. Po ka dhe probleme tjera, por gjendja civile është më e rëndësishmja për banorët që na kanë mbledhur këtu sot mu në shëtitoren e Cakranit. Si quajnë, zotëri? Përshëndetje. Jam Riza Iliazaj nga fshati Cakran. I gjithë ky fshat këtu është krenar që Cakranjot. Kemi 13 fshatra rreth e rrotull me vul, që qendrën e kam pas këtu. Edhe unë jam dakord tiki gjendja civile, po tiki na Cakran të shkojnë Kreshpan, ose të shkojnë Gorishov. Po jo në Levan. Se Levani nuk është as sa Kreshpani, as sa Gorishova, po se është sa Jonxha, themi në një fshat i vogël. Desha të bëj një thirrje të gjithë komunitetit këtu, shoqërisë civile në gjithë Republikën, që të
të shohi këto probleme, se sot po ikën gjendja civile në Cakrani. Nesër do iki qendra shëndetësore. Pse do iki dhe Po ajo? do iki dhe qendra shëndetësore, se ashtu ikin me radhë ato. Do iki qendra shëndetësore, si që ka nikur nga Gorishova, nga Kreshpani, kanë ardhur këtu. Do ikin që këtu do shkojnë në Levan, do iki dhe qendra shëndetësore, do iki dhe shkolla e mesme. Ta dëgjoj mirë ky popull, ky komunitet. Se shkolla e mesme në Levan është bosh. Ka shkuar në Fier, se s'ka. Kurse këtu ka na 2 paralele, na 3 paralele çdo vit. Plot në nxënës në mëngjes. Po. I pam plot në nxënës në mëngjes. Vin që nga Poçemi, Roms, Mollaj, Selisht, E kuptoj. Buzmadh, Varibop, janë 13 fshatra rreth e rrotull, plus çfarë thash? Romsi që se kemi pasur nes e ka pas e Kali, deri në Poçem. Dhe bëhet fjalë për shumë banor, apo jo? Bëhet fjalë 16.500, 17.000 banorësh vetëm Cakrani, që na Poçemi deri në Kashisht që kemi në ndarje administrative mund shkojnë mbi 20.000. Po mirë, argumenti pse ndodhi kjo? Ne nuk kemi asnjë argument. Ne kemi dëgjuar që do bëhet reforma administrative dhe do shkurtohen edhe njësitë administrative. Tani u bë reforma e parë. Po. Ti besoj e mban mend. Unë e Kur mbaj kanë qenë komuna, ka qenë më mirë se sa njësi administrative? Po si s'ka qenë më, ne kemi pasur fondet tona. Si komunë kemi pasur, unë kam qenë një legjislatur, kam qenë kryetari i Këshillit Komunës. Po. Kemi pasur fondet tona. Kur kemi marrë ne pushtetin në 2007 që kemi marrë këtu, kaluar nga PS-ja, kaloi në PD, të gjitha këto rrugët e fshatrave me përjashtim të një rrugë të Varibopit që ka bërë ish kryetari i Komunës Kujtim Sharifi, ishin të pashtruara. Gjatë legjislacionit ton, 2 mandate që ka qenë zotëria këtu, janë bërë të gjitha rrugët e fshatrave me asfalt. E qartë, ata të Gorishovës se bët. E bët, ajo pjesë ka ngelur për lidhjen me autostradën. Me autostradën. Po bët lidhjen me fshatra. Po ira pjesa PS-s për ta bërë, po pavarësisht se Gorishova të zotrinë e përshëndes, janë më shumë socialistë na neve, ta kishin bërë edhe këta me... Ore, kjo nuk është çështje PS-PD. Kjo ka të bëjë me rrugë. E pati pushtetin o zotri. E pati pushtetin. Nuk e kthej politike. Po u bëj thirrje të gjithave forcave. Të mblidhen bashk, të bëjnë një peticion apo të bëjnë ç'a mund të bëjnë. Dhe të sensibilizohen se një fshat me histori, me tradita, një fshat me qytet, me qytet antik 2400 vjeçar, që të shkosh atje lart, të shikosh arkitekturën e para 2400 vjetëve, të luan mendje kokës, edhe sot nuk bëhet ajo arkitekturë. Që të katandisemi neve, të shkojmë në Levan, që Levani në 60, nuk i ofendojmë ata, nuk kemi asgjë me ata, janë një shoqëri e përbërë, janë të ardhur. Edhe jemi një zonë e bukur, një zonë e shkëlqyer, me 13 fshatra thash, rreth e rrotull. Jemi një e ka falur Zoti këtë bakuri me prodhimtari të jashtëzakonshme. Me naftë. Ju keni edhe naftën. Ne kemi vaj ulliri që të mbysim Republikën. Sot të gjitha shtëpitë e Cakranit, të gjithë familja tona mund të gjesh vaj që s'kemi marruar të vjetëmi, po vjen malli si vjetë prapë. E qartë. Çfarë them tjetër? Përveç kësaj, se ky është problemi më i madh që duket se u ka harruar problemet e tjera. Si keni dritat? I keni cilësore? Për dritat në përfshatra. Për dritat nuk kemi ankesë. Nuk kemi ankesë. Jemi në rregull. Do t'i themi gjitha. Ne kemi një gjë. Ne jemi të papërfaqësuar. Në kuvendin e Shqipërisë ne nuk kemi një. Jemi 17.000 banor. Ne nuk kemi një përfaqësi. Se do përfaqësohemi ne nga, nuk dua t'i zëm emra, as nga Klosi, as nga Roskoveci. Ne jemi Cakranjot o zotri, ne jemi patriot, ne jemi Cakranjot. Ne duam përfaqësim në fshati. Shumë bukur, ju tani si fshat. Qoftë na PS-ja, qoftë na PD-ja, qoftë na kushdo, na shoqëria civile, ne duam përfaqësi në fshati. E kuptoj, ju si fshat keni trokitur te kryetari i bashkisë në këto 3 ditë. Por të kuptoni se nga erdhi kjo, se dhe kryetari i bashkisë duhet këtë dhënë viston. Kjo ka lindur në qiell të hapur për neve, se ne nuk na ka njoftuar asnjëri. Neve thjesht çka kemi dëgjuar na media.
se ne nuk na ka ardhur asnjëri që të shtrojë si problem atë që tha i zotëria. Edhe pas protestës nuk erdhi kusht Jo, të s'ka ardhur njeri. As nga PS-ja, as nga PD-ja, as nga parlamenti, as nga bashkia, as nga një forcë politike. Nuk e di që të lësh këtë zonë mbas dore do ta ketë problem çdo lloj force politike. Do ta ketë problem çdo lloj force politike. Ne jemi cakranjot. Ne jemi me dinjitet. Ne jemi patriot. Ne i kemi dhënë luftës antifashiste. I kemi dhënë sistemit zogut, kemi qenë me bejlerët më të fuqishëm të jugut. Kemi qenë kandidat për qeverinë e Vlorës. Ka qenë Bektar Sakrani. Kemi qenë financues të pavarësisë Vlorës. Hajredin Bej Sakrani, Bektar Sakrani e ka mbajtur me financa qeverinë e Vlorës, me paratë e tyre. Kanë hapur shkollën e parë shqipe në 1908. Shkolla e parë shqipe në Mallakastër. Edhe po ju është problem kështu? Ashtu. Dhe mbas nesh është bërë shkolla e parë shqipe në Myzeqe që është hapur në Libofsh. E kupton, ky është problemi për Cakrani. E qartë. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit. Faleminderit juve për sensibilizimin. Faleminderit. Mbaj dhe ti babe mbrapa zotërisë. Mbrapa. Pullum Llana i quhe, Po pullum. nga Cakra. Neve na intereson që çdo gjë, institucion, të rri këtu në Cakra. Po? Të rri në Cakra. Po. Ja, jo e ke kamerën këtë hiç. Të rri këtu në Cakra në çdo institucion shtetëror. Dhe jo të vej në Leva. Sepse Cakrani është një zonë e madhe. Cakrani është me kala. Cakrani është me histori. Prandaj belerë tanë, ose të mesmit tanë, kanë dashur për ta bërë rreth Cakrani. Dhe nuk ka qenë Fieri, po ka qenë Cakrani për të bërë rreth. Prandaj neve i duam këtu, çdo gjë. U bëjmë thirrje të gjithë popullit për Cakrani, të bashkohen për këtë punë. Se nuk është çështje partie kjo. Po kjo është çështje halli. Se ja unë se do bëj kartën e identitetit. Do vetë do breth andej. Po dua 10.000 lekë që të breth andej. Po do le ditën basa. Po do le hallet e mia. Prandaj neve i lutemi qeverisë. Ta shikoj këtë punë. I duam punëve të gjitha. Dhe në qoftë se nuk bëhet kështu me firmat e gjithë, mbledhni firmat, por të gjithë fshatë, se i gjithë kjo fshatë e do këtu në fakt, por ka e qikë frikë, ka pak frikë. Ka pak frikë, a? Beni, beni edhe ato me firma e shmirë, ja shko, më dëgjoni mua, më dëgjoni. A i është socialist, po ja na e zbashkuar, frikë, na e zbashkuar neve, na e zbashkuar edhe këtë tjetër, na e bashkuar ja edhe këtë. Na janë bashkuar në pse, për të drejtë se a i zvete do të nesë në neve, ja i. A i është me shkop? Që me shkop a i me mëzirë këtu? Faleminderit. Dhe kështu duam të Faleminderit. Gjithmonë. Faleminderit. Ja, vetëm një moment. O babe, nga ke ardhur? Nga Gorishova. Sa pagove nga Gorishova deri këtu? 1.000 lekë. Nga këtu deri në Levan? Do dhe nga 2.000 lekë tjerë, 2.000 ca, 3.000. O bab, me qa jeton ti, si është ty jetën për para? Unë tani jam pensionist. Me pension ti e për balon do të shkosh e të vish për një dokument? As edhe një, se ja 30 copë kështë bëja, po i bëj tani. Pra ti vjen këtu për gjithë përa? Po. Për pensionin e merë në fjerë? Po, në fjerë e marë se... Shumë bukur, për gjëndjen civile të shkosh të marrësh në Levan? Po a ke mundësi ti? Nuk është e ashtu shmëkit. A ke mundësi ti fizikisht? Nuk ka mundësi. Nëse do mbëllë të sytun, ka do të dërgoj? Edhe jam edhe me i valit të smurë, që nuk fletë nuk të gjonë në shpi. Që do i përgjigjesh edhe kërkesave të ati? Ja, sot të për të bërë ilacet e mija, gjilpejat e mija, dhe e kam dhenë familjen lidhur pas asaj. Se a ikën me rrugëve. E 22 vjeqë. Vajzë, fëmija e parë. Zoti ma. Dhe e shkatradhisur me 115.000 leka sot. Kem. Dhe 17 vjetë ja kam prejë. Nuk i mori, 17 vjetë ja prejë këtu. Qa thua më Nuk ba? e di. Edhe unë s'di si të veproj për ata, ku të vetë. Po shoqëru, sa merë? Jo,
Smeras shoqërus? Sot s'mer fare, e zero, ja kartë dhe kam këtu tani. Shoqërus, ti ndihmosh asaj ti shërbesh. Jo shoqërus tot. Smerë 0 vet, jo Ja karta e 0 lek sot. Ta kanë heqë edhe kempin? Jo, s'ka ardhur bordoroja, tha. S'ka ardhur kempi akoma. Kempi ka ardhur sot, aty po s'ka. Jemi në rrugë të madhe dhe normalisht do dëgjojmë gjitha hallet. Aq më shumë më miresh kur dëgjojnë Të gjithë. Zoti kryeministër, të falenderoj për kohën tënde në drejtimin e qeverisë. Ka 35 vjet kjo zonë pa pikën e ujit dhe mbjellin mizër dhe korrin tallë në një zonë që ka qenë zona e parë në shkallë republike, me të ardhurat ekonomike të gjithë llojshme, pa përmendur krure, misë dhe ulli, po të gjithë llojshme. Është një vend me lastësira historike, mund të themi edhe i lire. Kalaja në Gurë të Zezë është një ndër kalat më të vjetra të Republikës tonë Shqipërisë, po edhe të rajonit. Kalaja, qyteza që nuk përmendet, në Neritan Ceka që i vodhi gjithë të dyja, mos i një valë bashkëpunëtor në këtë punë, se bashkëpunëtorët e Katovicës ini, po të paktën për njerëzillek që ky popull su t'jetoj, mos të çfaroset, ashtu si që po e çfarosi. E keni porosin e Gorbachovit të Katovicës për ta shpërbër kombi shqiptar, për ta shitur ashtu si po veproni me shitjen e detit e tjera, edhe me boshatisjen e vendit. Kërkonin asi të bëni pika grumullimi rreth vetes tuaj, të hiqi gjetën civile nga Cakrani. A mund të thua dot ke sy e surat të vish na sqarosh këtu? Se premtoni dhe sipni asnjëherë llogari për para popullit. Demagogji, hajdutësh. Turp të vi. Turp të keni. U mbulon të Zeza. Zoti kryeministër, bashk me ata s'hanë pirë si t'i ke rreth vetes, si Sali Berisha që u komandon juve. Edhe ini bashkëpunëtor, kini marë porosit e Gorbachovit e Tramizalijes për ta miruar këtë kombë. Po e degeneroni këtë vend në të gjitha drejtimet, me burdelo e të tjera, se aq më tepër këtu në këtë zonë të Cakranit, është popull punëtor, po nuk është popull këmbgullit që të ngrihet për të shku në zemë të shëndosh juve. Për ta mbyllur, çfarë do i thuash zotërisë kryeministre? Do shkojmë tek gjendja civile. Po. Pse do hiqet kjo gjendje civile një këtu? Do vej në Levan. Jo, mos ma thuaj mua, thuaj ati që ka marrë vendimin, se se ka marrë unë. Pse zoti kryeministër kërkon ta heqësh gjendje civile në Cakrani? Zoti Pallosh. Bo. Kja tani e rregullove, tani nuk të dëgjon më fare. Po kur ka dëgjuar njëherë?
Tani na e fiku fare televizorin. Shëndet të mira dhe ju suksese e punë, e mos u bëni qotësi. Jo. Se thot, Prandaj kemi ardhur në popull që të dëgjojmë zërin tënd. Po na ikën të gjithë tani. Ma jep mua ta mbyll. Ju falenderoj juve që keni ardhur këtu. Kam protestën tuaj, se ne nuk e dinim Ju hallin tuaj. falenderoj që na mbështesni për ikjen e gjendjes civile. Këtu është një popull prej 17.000 banorësh. I pari është ky, unë jam vi nga Gorishova, në radhë parë quhem në im se idaj. Është kushëriri im ky. E shko si është me dorak, zotria atje, shko si është me dorak. Po. Qoj va kamër që, zotria atje, shko si është me dorak. Ja, me. Ne këtu nuk jemi mbledhur të shajmë njërin apo tjetrin, po duam shërbimin e gjendjes civile, duam këtu në Cakra. Nuk e shaj dot se njerëz janë dhe ata. Mos flasim në atë mënyrë. Po. Unë flas për këtë moshatarin nesër do doj shpenzime të shkoj në Levan. Ky, se këtu s'ka as autobus shkosh andej, ky do marri një makinë 20.000 lek ditën e parë, ne na ka bërë vaki dhe këtu në Cakra që s'ka pas internet. Do ktheje, do iki ditën e dytë për një shërbim gjendje civile, do lërë dhe 20 të tjera, ky pensionin 100.000 lek e ka. Ose zotria atje, zotria Madran. Prandaj bëjmë thirrje qeverisë që mos na i heqi gjendjen civile këtu, se është një bombë për shtat dhe të rinjt kanë ikur që ti shërbej, shërbej një taksigjik t'ja. Se kanë ikur të rinjt, janë në emigrim. Na kuptoj. Tu ka ngelur moshë tretë. Edhe moshë tretë që tu iki dhe gjendja civile, ma mirë t'i çojmë në varr. Se s'kemi ku. Ti fusim në gropë se s'kanë më. Prandaj kaq kisha madhe ma se mësum do flisja, po zonë e Cakrit e një zonë mbi populluar dhe i takon gjendja civile të rri këtu. Edhe me të rinj akoma. Po të rinj ka nxënës shkollës e të rinj kanë ikur jashtë shtetit, nuk i shërbejnë dot prindit po të them. E qartë. Unë kam një nën 86 vjeçare në shtëpi. Me kuptoj. Që të dua një shërbim, mua s'më bëhet shërbimit vetë në Levan. Imagjino për nanën. Po, do marr nanën. Do marr nanën, edhe do faturoj dhe një taksi se s'ka makinë. Po. Më dëgjo, do faturoj dhe një taksi, do shkoj atje sa të thot ai 30-40.000 lek. Dhe këtu janë shpenzime, nëna ime merr tëra një pension social 50.000 lek. Me kuptoj. Ju përshëndes. Faleminderit. Kaq kisha. Faleminderit. Atëherë, hajde ju jeni i ri. Kryeministri thot, ktheuni të rinj, investoni në vendin tuaj. Po. Krejtë ndryshme po ndodh në Cakra. Kthejt lutem nga kamera. Sa më shkurt, sigur të kesh kryeministrin. Ato fjalë që do më thuash mua, thuaja drejt për drejt kryeministrit. Atëherë, kryeministri në radhë parë duhet të shikoj brezin e ri, sepse brezi i ri në këto momente gjithmonë e më tepër nga vendimet e forta të kryeministrit është i goditur. Dhe studentët që ishin ekselent i la në mes të katër rrugëve. E qartë. Vim tani tek halli jon këtu. Po ju heqin gjendjen civile. Dikush tha që mund t'i qet edhe gjimnazi. Dikush tjetër akoma u aludua që mund t'i qet edhe qendra shëndetësore që e keni gati si spital. Po. Prerë dhe qartë. Çfarë do bëni ju në qoftë se kjo ndodh? Atëherë, domethënë mos hapemi në historira. Çfarë do bëni ju si komunitet? Jeni qytet, nuk jeni fshat. Pra fshat ju kanë shkruar në letër, unë si gazetar shoh si qytet. Këtu ka më shumë njerëz se sa kanë me Maliaj. Tani më thuaj, çfarë do bëni ju? Atëherë, unë i bëj thirrje, domethënë gjithë banorëve të Cakranit të kenë zemër të fortë dhe të bëhen që të gjithë bashkë, sepse sot kryeministri ne po na shtip me kam si mizat e dheut. Po, do organizojmë të tërë, s'ka pu partishtu. Protest, autostrati. Mos të kaloj asi makile të shtipi, ja drejt. Do blokoni autostradën? Po, të tëra gjatë. E ko mund të blokojmë re. Le të heqën hosh, pora hoqën hosh, të roj ajo që t'jesë mbarë parashe. Edhe fjalë e fundit, sepse jeni minutat e fundit. Atëherë, do bëhemi më të fortë duke u organizuar në të gjitha fshatrat dhe do shkojmë për bllokim autostrade, po shkelen të drejtat e gjithë banorëve të Cakranit. Okej, faleminderit. Faleminderit, kam shumë qartë. Të nderuar miq, këto janë fjalët e banorëve të Cakranit. Një pjesë.
Ani, po të kishte të tjerë që kanë mendimin ndryshe nga këta, bujrum, ne jemi në bulevardin kryesor. Shikoni vetë, më transparent se kaq, pra në qoftë se do kishte dikush që ka mendim të kundër, bujrum mikrofonin, fol. Ne nuk censurojmë askënd. Por banorët e thanë qartë, pra banorët thonë që mos iki gjendja civile. Në të kundërt bllokohet autostrada dhe ka përshkallëzim të protestës. Një tjetër tha që të vi kryeministri këtu të flas me ne, na dëgjoj të paktën përpara se sa të marrë vendime të tilla. Sepse një fshat që duhet ishte qytet, po që po ç'bëhet sepse po ikën gjendja civile, ç'a i mbetet më? Ky ishte emisioni nga Cakrani, miqtë mi. Takimi radhës do të jetë në një vend tjetër të Shqipërisë, ku ka shqiptar ndershëm, shqiptar punëtor, shqiptar që duan Shqipërinë, nuk kanë ikur nga ky vend. Ani se gjendja është bërë e vështirë. Shqiptar që duan të rrinë dhe të ndërtojnë jetën këtu, dhe që shpresojnë të kthehen dhe fëmijët. Por po ndodh dhe kundërta. Po u ikën dhe gjendja civile. Dhe kjo nuk do ndodh vetëm Cakran, por do ndodh në shumë komuna që ende nuk e kanë marrë lajmin e hidhur. Miq, takohemi të premte tjetër deri atëherë nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.